Po e kemi zemrën më shumë lule apo më shumë me urrëtie? Tash lulet nga njerë edhe me thera. Raportit mes njeriut dhe Zotit, fakt, që ta zbehim atë pjesën të besojmë më shumë, fakt. Kjo është prej. Vetë në atë moment që ginekologu apo ginekologë e merr përgjegjësinë, thotë se Momentin që ke gjetur paqe me veten është momenti kur në fakt e njeh edhe Zotin, dhe kjo është gjë e bukur. Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Gullxhen. Pikërisht sot jam në shtëpinë e Zotit, në xhami. Larg Prishtinës jam në Gjakov, edhe këtu afër meje kam një host të nderuar, Abdurrahman Bejtullah. Faleminderit mas pari që pranove ti je pjesë e emisionit. Faleminderit të juve për kohën që na keni japur mundësinë. Hoç çu Gjakova në fakt. Apo po no ata çu është rinia. Gjakova mirë ka dorë Zotit, qysh kemi qenë shumë më mirë jemi. Në rrugë jemi pak dole dhe hyjet i kemi pak të lashe, kështu që brenda mirë kemi edhe ndrejqimin edhe rrugë nuk ka shkes. Rinin e kemi të mirë, punëtor po mundohen ta marrin veten e vet. Po dolin ka një diasporë tash i quajnë jetën, disa po kthehen se po shohin që është pak rënd, disa po vazhdojnë krijojnë familje. Kjo është sistemi jonë. E përmana rrugë. Ka me vjetë një rrugë ndoget halës së rregulluar. Na kanë rënë mësysh që rrugë po vitet çota valla bon tash sa vite po presim. Dar Zoti po kryet ndryshim ana çet rrugën mbehej mirë. Kemi pak të lashëm dalë rruga për Prishtinë, ajo pak kongesë, pak po shumë. Secili nga njerëz që janë vetë del larg Gjakovës, do të një rreth të marrë në pasën e bën dikon tjetër. E përmend në fakt rinin. Si e sheh rinin sot në përgjithësi? Po marrë që rinia ka sfidat e veta, ka problemet e veta, ka avancimet e veta, bashkësisht nga cili kanë mund me fol. Në aspektin e zhvillimit të dijes kanë ecë përpara, në aspektin e teknologjisë fol dijes që është po hap, ka ecë shumë lart, mirë sistemi, interesimi i disa të është i madh. Ka pësilet edhe në besim të madh ka dorë Zoti, janë punëtor të madh, besimtar të mëdhej, punëtor të mëdhej, adhetar të mëdhej mundohen që mbojnë bisubët e tyre shumë përgjithësi, ata cilët e dinë vlerën dhe rëndësinë, amanetit që kanë marrë mbi vete. E përmane adhetar të mëdhej, çka do të thotë adhetar? Po mundohen të japin shumë për vendin e vet. Nuk është lehtë njëri që li ka dalë për shembull tash 5-6 vite në diasporë, momenti që postohet diçka në rrjetet sociale që një bashkëdhëtar i tij ta flasin për Gjakovën ku ju se keni ardhur Zoti shpëlef, ka nevojë për një strehim ose ka nevojë për një ndihmë ose një pak ushqimore, ai ndon nga djersa për vendin e vet. Mje vakti me dhoni lëmosh një sadaka apo kurban brame që kemi ofër, mundohet të jep në vendin e vet ku është leje, ku është rrit, që mos shkon diku tjetër, po e lidha e gjakut që mund të them lidha familjes së mbi gjitha lidha e vatanit, sepse pejgamberi na ka mësuar që dashuria ndaj vatanit është pjesë e besimit, dhe ne mundohem të jemi së bashku me ta. Si përshkruhet gurbetin në bazë të fesë? Vetë fjala gurbet është i huaj, domethënë guraba vjen nga arabishtja, është i huaj, domethënë. Dhe në të vërtetë është rrond, po tash ka dorë Zoti është bota vogël dhe lëvizjet i kemi më shpeshta, përpara ka qenë shumë rrond s'kena pas rrjete sociale që kena pas mundësi mund dëgju. Edhe deri në Prishtinë ku kemi qenë studenta pra lutës, na kanë thonë që është ku gurbet. Ndoshta kena ardhur një herë mujt, se s'ka qenë kushtet në atë kohë. Tash është të afru sistemi, përshkruhet si vendi huaj dhe Zotën vendi huaj kur bëhet joti. Në gjitha mirësitë që i kanë, ato begatitë që i presin, domethënë bashkëdhëtarët tanë se flasin për ta. Po shoqë që i kemi, falë Zotit dhe pastaj falë tyre ne po realizojmë për ditë. Për shkak i djathtë joni përgjithësi. Hoç pajtohesh me këto në fakt për të jetuar në fakt një jetë të mirë. Duhet të jetojmë në këtë vend ose të mendojmë që jemi të huaj ose kalimtar. Kalimtar po, padyshim, bota është vetë kalimtare. Edhe ne si njerëz jemi kalimtar, gjenerata pas gjenerata do të ecim, do të lëvizim. Por njëri nga vetë vendi ku jeton, nga rrethi ku rrethon, e pa kontributin e vet. Pa marrë parasysh në cili vendi, qoftë në vendet e shenjta toka që i ka, apo qoftë në vendin tonë që nëse ke qenë punëtor, ke qenë bujar, ke qenë i sinqert, ke qenë i moralshëm, i njëjti sistem është me ty kudo që të shkosh. Një faktor që ndryshon nga rrethi, nga shoqëria ka atë bazamentin apo ndikimin shumë të madh, qoftë jashtë apo brendshëm që ka mundësi me ndiku tek faktori njëri, po mbi gjitha një është ai i cili e vendos tarmën e vet. Qoftë për faqevar që me qenë me punë mirë, vepër mirë dhe fjalë mirë,
qoftë me se vozë me si nga kohë tjetër që mbu veprat e liga. Hoxh, të kthehena pak te këtë. Në fakt, çush ke qenë si djalë i ri? Si djalë i ri kam qenë tepër energjik, gjallënik. Rinia ka qenë ngarkune me punë. Ne si familjen Gjako kemi shit lula. Nona dhe babi kanë qenë ata cilët i kanë kultivu. Unë dhe vllau kemi qenë ata që ne kemi shit në shtëpinë e Gjako, qashit vogël në atë kohë. Nga madha qyri ideja të kena shumë një kulicë, ndalë kena shit. Pastaj na marr kena shit cigare një kohë gjatë me shokë të lagjës, ta mbojnë familjen atë kohë. Për një kohë kom pas një tezë këtë vogël të xhamia ku ta shërbej si imam. Dhe na mundu ta nxjerrim dinarin ku në atë kohë ka qenë Gjahova në formë. I kemi pas 23 fabrika dhe kemi shit më në lagjën e fillim që ato gjërat që kanë pas nevojë kalimtar të rastit. Në kalimin e kohës ka dorë Zoti, pastaj të filloi të marr hapat e parë në xhamin e Gjelagjës. Ka qenë ai personi që më ka shtyrë shumë tash është i ndjerë i vrarë nga forcat barbare me bashkë djalin e vet, Haxhi Allahu, i cili Zotin e lut ta mëshirojë djalin e vet. Më ka përkrahur shumë që me tjerë si Hoxhi Lagjës, si familjes, se meriton, mbas e shkum ty një kurset kohë pas kohë me shokët dhe shoqet asaj kohe. Dhe derisi Zoti filloi me drejtësinë e Laudin. Aty kena marr hapat të parë të dijes. Edhe kënohem që kam qenë pjesë e atij institucioni shumë të shëndet të shtrajt, dhe pastaj fillon me studime të tjera dhe ku mrim sot. Çka të mësuan studimet në fakt, Hoxh? Më ka rënë nga Prishtinë 8 vjeçare ku kryen në Gjako, pastaj 4 ku kryen në Prishtinë, një kohë kemi qenë në Egjipt gjuhën arabe, pastaj kena marrë fakultetin në Medinë e Arabisë Saudite dhe Xhamia Pejgamberit alayhis salam. Pastaj kom përfundu masterin në AB, komunikim masiv dhe gazetari. Jam mundu të jem sa më afër gjërat që kemi prezente sot me xhamatin tonë, të jemi sa më të kohshëm pollata që na rrethon, dim ku të prekim temat që kanë nevojë, sidomos rinia që i kemi afër nesh. Kena mësuar sfidat e jetës që si përballon njeriu sa më shumë, kemi më afër asaj e cila është për hyrjen e popullit tonë, qysh me qenë mesazhi i Zotit mbi gjitha ai i cili flan amel dhe flan qetë tek popullata. Apo jemi më afër Zotit, apo jemi më larg? Në krahasim që kemi qenë para luftës, ndoshta mund të thonë falje vetëm në shtëpi, ndoshta edhe vetëm në lagjën kur tash banaj. Kurse tash pas luftës kemi shumë familjar, kemi shumë shok, kemi shumë dashamirë, kemi shumë të lagjës që na përkrajnë jemi së bashku. Janë ndoshta më të nënçëm se sa unë, janë shumë më të fortë se sa unë besim. Edhe kemi një përkrahje shumë më të madhe. Besimin me Zot kemi të fortë ne si popullat e Kosovës në përgjithësi. Ajo që është e mira se ai i cili ka provu dhe ka kërkuar këtë besim të Zotit vazhdon me ta. Dhe vetëm shkon duke rrit duke punë dhe vepra të mira. Hoxh, të bën njeriu më të mirë falja? Më vetëm me u fal, apo duhen edhe disa gjëra tjera? Falja është e lidhja kryesore që mon robin dhe Zotin, që mon tokën dhe qiellin. E mon një lidhje direkte. Në momentin që falemi, automatikisht ndalim nga punët e liga, se Zoti për shto ka dhe namazin, me na shtu besimin dhe me na shtu devotshmërinë. Është kusht i fesë sonë islame që shpërblet një në këtë botë dhe në botën tjetër, pyetja po është si ke qenë me namazin. Nëse namazin e kemi në rregull, çdo punë pastaj është në rregull. Por namazin e kemi vetëm për veti. Ne shpesh themi që namazin e kemi për veti, që i bën shpërblimin e kemi te Zoti. Kurse raportet me të tjerë që kemi, edhe ato që jetojmë me të tjerë, duhet të pas shumë kujdes. Sepse ato është ndoshta ajo kota më e madhe që një ka mundësi marr notën pozitive apo negative. Hoxh, nëse falemi edhe nuk i kemi raporte të mira me të tjerët, ose jemi ndoshta nervoz me të tjerët, ku është raporti mes neve dhe Zotit pastaj? Nuk besoj në xhamatli apo një djalë i ri apo një musliman i cili i bën Zotit 5 herë sejdën e ditë, që ka mundësi të jetë me raporte jo të mira në rrallë apo me familjarët e vet ku jeton, duke filluar nga nona dhe nga baba se aty është xheneti, pastaj nga bashkëshortet dhe nga familjarët e tij, në veçantë në punë. Më thonë sepse është ajo që ka mësuar me bë punë të mira, më ndal nga haramet, më ndal nga gjunat, më ndal nga keqpërdorimi i pasurisë së pronarit, ose më ndal nga gjërat që ka të kufizuar sipas kontratës së tij, e di sepse vëzhgimin e ka nga Allahu fuqiplot. Dhe vëzhgues më të madh nuk ka. Momentin që e merr vesh se kamerat e kemi çdo kont. Momentin që s'ka kamera një ka mundësi me dal pak nga rregulli i tij, por momentin që e di që Allahu fuqiplot vazhdon me atë kemi dhënë llogarinë e rrafta por dhe përgjithësi aty për shpërblimin dhe ndeshkimin automatikisht nalet. E kjo është namazi që na lidh me Zotin fuqiplot.
Hoxh, ata të cilët në fakt besojnë në Zot, por nuk falen. Çka është raporti tyre? Ata që besojnë Zot nuk falen, lutim Zotin që mbar Zotit ju Zot, ta falen namazin. Kërkohet që mesazhin ta marrin direkt nga njerëz të përcaktuar që i kanë në katër përsi Islam Republikës së Kosovës, të jetë më thotë mesazhi edukativ dhe arsimor përqus që si mu lidh me Allahun fuqi plot, e kryesore namazin e kemi shtyllë, nuk kena mundësi me dalë jashtë namazit, dhe kjo thënia që populli përdor shpesh, ne kemi zemrën e bardhë, nuk kemi nevojë me shku në xhami, zemra në esencë është të kuqe, nuk është as e bardhë, me problemi që një vetë bën vendin e bardhë dhe punën e bardhë dhe veprën e bardhë dhe fjalët e bardha, varësisht ka flet dhe me çysh jeton rrethin që jeton. Ata që s'falen mbar Zoti o zon, nuk do thotë që kemi ndonjë barikadë në ata që tash ti s'falësh, nuk ke mundësi me qëndru me mua, se me fol me mua, se me bashkëjetu me unë, se bazot, po mundohem që këtë namaz që e kemi, t'ja japim dikujt tjetër me mirësitë që i ka dhe begatitë e veta që më. I përmendë më herët lulet, kishit lule. Sot po japim, po e kemi zemrën më shumë lule apo më shumë me urrëtie? Koha ku jetojmë na rrethon me shumë sfida. Tash lulet nganjëherë edhe me therra. Di me plagos shumë. Sot jetojmë me një kohë që ndoshta shpesh dikush i merr disa lule të cilat në esencë janë me helmim, nëse mund ta quaj kështu. Shoqënia si shoqëri e jona sot ku jemi nga sfidat që po ka mundësi shpesh bëhen përqarse dhe sfiduese, po vinë sepse po zbehen zemra dhe raportet mes njerëzve. Besimi si ka qenë si besim mesonitetit dhe si popull shqiptar që kemi pas, ka qenë shumë i lartë, ka qenë shumë i bazuar, ka qenë burrni, ka qenë fjalë të forta, nuk ka dashur shumë me fol. Por se tash ka filluar të zbehet, tash ka filluar të kërkohet dëshmitari, ka filluar të kërkohet qohen burrat pak më herët dhe vendosin disa rregulla të tjera. Andaj varet për njëri që jeton, varet që njëri çish mundohet ta jetë jetën e vet. Ne po mbesim më shpesh se çdo të jetë lula me aromë të mirë, të jetë trandafiri që ka zakon, të jetë zërmë domethënë me atë bukurinë e saj, por varet nga vetë njëri që mundson vrimin e kësaj lule apo pranimin e saj. Pse në fakt Hoxh po është zbehje pjesë shoqëria është rrit në atë mënyrë? Ne nuk kemi rrit, jemi popull nervoz. Ndoshta në tërë Ballkanin jemi popull më human, edhe më i bosjeshur dhe më familjar. Por nga njerë me kontrim sot ndoshta i treti apo i katëri e ndin veten nuk ka sigurinë me veten e tij. Është shkolla e stresit bjekje e lartë, domethënë në momentin që këshillohet, të këshyej punë të tuja, momentin që thu diçka lëmë veten time. Edhe kjo ndodh shpeshherë se ne si hoxhallar zër themi lidhja sa më zbet jetë me Zotin fuqi plot, aq më keq që kemi punë tokë. Se ilaçi hynor është ilaçi që na ndihmon ta kalojmë çdo sfidë kësaj jete. Vetë jeta ka sfida, vetë jeta ka sprova të shumta, ka barikade të shumta. Momentin që lexon historinë e pejgamberëve, lexon Kur'anin familjar, kemi pasë të forcohet sa më shumë që ki sfide të tilla. Po momentin kur e ki zbet lidhen me Zotin fuqi plot dhe mendon që fillon rruga ka mundësi me dal faqe bardhë dhe pastaj po ka dështimin në jetën tonë. Andaj porosia ime dhe shumë kolegëve të mirë që sa më shumë kemi afër Zotit, aq më lehtë i kalojmë sfidat e kësaj jete, problemet tona. Cili është ilaçi i zbehjes së raportit mes njeriu dhe Zotit fakt, që ta zbehejmë atë pjesën të besojmë më shumë fakt. Me besimin Zot besoj se cili nga ne e ka. Momentin kur typ po vetëm nuk dohet vetëm të besojmë. Kjo është problem, momenti kur typ në ani edhe momenti që lëndron diçka era majtas djathtas o Zot. Momenti kur të ngritim në lift, në momenti që lëviz pak o Zot, domethënë automatikisht nëse kemi si popull besimin e Zot. Po ky besim duhet të mbështetet me vepra dhe punë të mira. E këto vepra bëhen nga besimtari natën dhe ditën, qofshin me fjalë, qofshin me gjymtyr trupit, qofshin me punë të mira që bën, mundohet të jetë me to. Lidhja kryesore është besimin e Zot. Me di që të vazhdon, ati lutemi dhe ta kërkojnë ndihmë, ati mbështetemi. Çdo gjë që e bën besimtari gjatë natës dhe gjatë ditës, më tregu sepse raportin kryesor kemi te Zoti fuqi plot. Dhe pastaj jemi shumë faqe bardhë në tokë, dhe shumë krenar jemi në tokë, sepse kush ka mbështetur Zotit, ka thënë Zoti nuk kanë ati mjafton. Çai mjafton Allah fuqi plot, është i mbrojtur nga çdo sfidë, është i mbrojtur nga çdo kurth, është i mbrojtur në hijen e Zotit deri në mbrëmje. Si ka në hadith për shembull kush e fal namazin e sabat me xhamat, është në mbrojtjen e Zotit. Kush e fal namazin e yatsis është me fal të natë. Domethënë ka shumë gjëra të cilat japin shpresë dhe kurajë që me të lidh me qenë bamirës në tokë dhe human me të tjerë.
plumi më i madh janë fjalët. Pajtohesh me këtë pjesë, vrasin fjalët më shumë ndonjëherë se sa vrasin sepse ai i cili është tisi që themi ne është më rëndësishëm se sa mbytyja. Ose na kam thënë edhe kroni familjar. Ndoshta ai i cili i bart fjalë, ai i cili mundohet ta bëjnë të themi ne bupresin elefant, mundohet të prish raporte, mundohet që shkatron sa bëzë dhe familja apo çifte të shumta, është më shumë se sa vrasje, se sa mbytyja. Cili është ai ilaç që në fakt hoq që një person është në depresion ose ja kanë humb shpresat njerëzit për rreth që i ka pas. Cili është ai ilaç që duhet ta shërojmë atë person në fakt. Po më vore që ka ardhja aty, tash njerëzit dallojnë, ne kemi 5 gishta, por në është i barabartë. Ka një që ka probleme me dashnin këtë rast, rinia që kanë këtë sfidë madhe, martesa, mos martesa, divorci, pse e vladi ka qeret, zumë bëbab ka qeret, pres një kohës, zot ka ardhë dhe vladi në këtë botë, duhet me jek nga barë kujnane, se është një kremi madhë që shpesher për në ndodhë, në që i bëgjene për rrutash, po bojnë për mes medjave haptasi. Varet ekonomia, gjendje tjetër, varet dhe më thonë familja, varet shoqëria. Këtë faktorët ndikojnë ata cilët më ngritë të stresin dhe më pas të mos më pas besim në vetën e vetë. Në varësisht sa shprej faktorëve duhet bull ka një nga një që me analizu që me dalë të rezultate. E përmenë në fakt edhe punën e martesave. Pse po kemi ka të shumë vonesa në martesat e këtë rinjat në fakt? Ose kemi humb shpresën komplet edhe tek dashuria? Jo, dashuri kemi shumë si popull, por... Si popull, po në mes... Ajo që ka mungon është martesat. Martesat janë shumë të vanshme. Dhe si familje, dhe si shoqëri, po edhe si popull, është për fat keq se vajza ka mosh 30 vjet ende që ndron të baba. Djali ka mosh 30 vite ende nuk ka krijuar familje. Diku ndoshta i dokemi tepër me këto fjalë, por më të vërtetë është e rrallë. E rrallë mas pari për veten e tij ku jeton, familjarët e vet që jetojnë, komoditeti i tepër i madh. Dhe kushtet tepër të mira kanë ardhur në këtë situatë. Dhe zgjedhja shumë e madhe. Pastaj ka marrë atërin që të bashkëjetojmë mes vete. Bashkëtesat padyshim që kanë efekte edhe pozitive, por ka shumë negative. Shumë nga çiftet që kanë shkuar 1 vit, 2 vite, 3 vite, ku ka vaktin me vendos ditën e martesës, po ndahen. Pse po ndahen? Se është shpenzuar dashuria. Nuk kanë bërë dashuri e vërtet. Dhe ato që kanë qenë përpara në krahasim ato të sodit, padyshim që ato të vjetrat nuk po them që kanë qenë më të mira, por kanë pas shumë gjëra pozitive se kanë ditë se familja është e shtrenjtë dhe shajt. Sot ndahet për një punë të vogël, për një punë thjesht, ose mëse zot keni që më ka thonë vetë, ende pa ndonë më taku me një vajzë, nëse nuk e më shkojnë mohabeti të forcoj. Nuk e ende pa ndonë pa vajzën, është e shkurtë, është e gjatë, është e bukur, është e pasuri, a ka familja, s'ka familja, ka marrë këtë vendim që unë do ta divorcoj. Vetë njëti është i papastër, apo vetë qëllimi i tij është hajtë ta provoj këtë punë. Martesa nuk është provë, martesa është krijimi i familjes, shtimi i popullatës, besim në Zotin fuqiplot, ta shton besimin, tjetri po ta sjell bereqetin. Gjitha këto gjëra mundson që sa më herët besimtarët martohen sepse kemi obligim fetar, dhe tjetër ku jemi mburr si popull në Ballkan që kemi pas shumë pasardhës, kemi pas shumë familje të shëndosha, ne kemi pas rrethën shumë të madh. Si ka përshkruar dashurinë pejgamberi? Dashuria është e madhe, është e sinqertë, është e bukur, është e mirë. Lumë ata cilët i njekin hapat e pejgamberit alayhis salam dhe Kur'anit famlart. Na ka përshkruar shumë fjalë të mira se nga fillimi Ademi alayhis salam që në këtë botë dhe deri tek një fundi na ka treguar se martesa është obligim për ata që ka mundësi. Dhe këto mundësi ka përshkruar me një fjalë të vogël, ai që ka mundësi është të shëndosh psikikisht dhe fizikisht, dhe tjetër çka ka më ngren ai, më vesh dhe bashortja. Dhe me një fjalë nuk është ngarkesë dashuria sot që dikush e merr, por është një gjë që e pret me gëzim. Dashuria rrjedh nga zemra e sinqertë, buron nga fjalët e arta, buron nga veprat e mira që bën një gjatë jetës së tij. Pjesa e përmend pjesën e martesës edhe divorcës, në fakt, mendon që shumë çifte janë te partneri i gabuar, je pro kësaj, domethënë thjesht mund të martohen vetëm për sy e faqe. Apo edhe kjo gabim? Përpara kanë thonë plak ston e kanë martuar fillon plakun, apo fillon plakun atë kohë plak s'o kohë, po ne themi është martuar fillon plaku pa bashortën. Do thotë dikon pa atë fëmijë. Mi por sot nuk ndodh. Sot gjithë martohen sepse e dini fare seje, e ka një fare gjendje kush është vajzë dhe kush është djali.
por problemi që shkurt edhe një që neve na pëngon, sidomos mu, dalin lloj-lloj artista, dalin lloj-lloj njerëz për televiziona, sot do nda filoni, edhe është normale. E peshuin krenari, në fakt. Përpara s'ka qenë normale. Sot do martu filoni është hera 4. Dhe gjithëm e replikojnë, mashallah shë ka bu. Automatikisht një i lakmon me ato që jeton. Dhe ne nuk kemi lakmi dhe model gjëra të cilat neve na prishim moralin ton. Martesa është gjë e shtrejtë dhe e shajtë për shëra themi. Është pjesë e lidhë dy familje, nuk është veç një individ, nuk është veç një person. Në çdo flasin që bëhet fjalë për familje. Përpara ka shku burra, ka pas mohabet, dhe ka mohabet ende. Është normal sistemi ka ecë përpara, ka ndërhet gjërat, kemi ecë me kohën padyshim, por kur të zhvotet të martesë me pa disa gjëra obligative, ne si besimtarë dimi kur i themi bashortës, dhe çka i themi, dhe ajo diçka më na thon neve, por mos më kon modeli gjëra të cilat neve na prishin sot në jetesën tonë. Dhe nuk besoj, jemi bindë që nuk martohet dikush sa për hatër. Ndoshta ka qenë koha mas luftës kur është martu për letra, s'ka pas kushte. Mirë, por ato kanë qenë rastet e tilla ose ka rreziku djali apo vajza për hir të familjes, të cilën i bëra qet pak më të madh, por sot jo, këti kanë të mira. Dhe interesant divorcet që ndodhen të njerëz të pasur, nuk ndodhen të varfrit. Ne jetojmë me varfrit për ditë. Rrallë në sistem ndoshta 1% kemi njerëz të varfër që divorcohen. Ishe ata bosat, ata që njerëz në tojza, jenë model për të tjerë që i kanë kushtet 8 ditë të populli. E ka shiju Dubai, e ka shiju Antalien, e ka shiju Valipojnë, themin e Gjakovo Bogën, e ka shiju një pjesë të jetës me knasi dhe mirësi, dhe pas një kohë kur fundun gjitha, tu që s'kem fara, dhe këtë është normale. Dhe unë e kom temin të i kitonë, kjo është edukate e una, pas e popullit tonë, po da është zotin në zënë në vedison, krasti obligimit ma që kemi. Po, nëse një person vje nga një lidhje e lënduar, në fakt, sidomos tek vajzat ndodh kjo, ka problem pastaj të besoj shumë tek një djalë tjetër. Duhet kemi dërim që t'ja kthejmë atë pjesën e dashurisë tek të rinjët, në fakt që ndodh tek të rinjët shpesh. Pa dyshim që ndarja shkakton plagë. Shkakton plagë në zemër në radhë të parë. Dhe të njëjtën kohë në rrethin që kemi ku jeton nuk kemi shumë përkrahje. Pse thëmë nuk kemi shumë përkrahje se momenti që ndodh divorci, familjarët na thonë ti e ke zgjedh vetë. Do më thonë nuk e kemi atë përkrahjen totale që shka mundësi mi pas, sidomos nga rrethi i ngushtë i familjes. Dhe merr një kohë më shëru kjo, ka dorë Zoti, me besim në Zotin fuqi plot me besu caktimin e Zotit, sepse çdo gjë që kemi bëu ka fitu dur tona. Kështu në ka thonë krahni i familjarët. Me këtë sebet e diku, kështu kanë punu dur të ju, ne kemi bëu hizmeti me dal kështu. Dhe divorci apo prisha martesës kështu lind sepse lindin problemet dhe pastaj momenti që nuk këshillohet nga pala tret. Ne ku të martohemi si në komunë dhe si në xhami, kërkojmë që 2 dëshmitar. Nëse fillojmë nga fillimi. Këta 2 dëshmitarë për punëve që kanë, përgjegjësive që kanë, të këshillohen. Ku këshillohen? Kur i reu të reja kanë telashe, kanë mos pajtime. Këtë rast është baba i vajzës dhe baba i djalit, apo ajqa dhe ajqa, apo vllau dhe vllau. Këta dy po shkojnë situata që nuk polarizojnë që duhet. Këta dy marrin përgjegjësi me këshillu që mos marrin ditë më keqja. Nëse ata dy heshtin, ai hesht dhe pastaj kupton vjen ditë makini gjak bashkë, makini darsën bashkë, makini gjëra të kësaj bote fundi nuk urbu kemi ti është vërtet mirë, po pse marr di këtu. Ndërsa vitin 2024 që kemi lënë pas, unë jam dëshmitar mbi 17 divorce që veç i di për fatkeq. 17 divorce. 17 divorce që i di me dhe mbjeme, që nuk është mirë, pa dyshim nuk është mirë, e di që se kanë bërë me qef, e di që s'ka shku me zër, është krejt normale, atë është vendimi tyre, por do të mëndu pe i ki gjatë për marrë djetë e divorci. Por atë është Zotin e bedison. Sot, po duket si krenari kjo pjesë tek njerëzit. Duket krenari sepse mediat dhe bëni punën e juaj. Edhe kjo pa dyshim që me klikime shumë, ta thënë, filën artisti 7 herë fiju, 7 herë martu, dhe më thonë, 7 herë nda, i ka 3-4 fëmijë, dhe këtë normale, a e jeton jetën, pa jeton jetën sepse ka një tardhën të mirë. Nashta kemi tardhën këtu, nëse fillojmë i bo një krahasim të tillë, një model të tillë mi marrë në jetën tonë, ne kemi shkatrim të familjes. Është model pa dyshim. Model është media, se model në aspektin tonë nuk është model. Model e kinonën tonë, që ka vërdu babën, ajgjën, dhe e lartë, model kryesor me kim pejgamberin, dhe leseron që ka më kalu me martesat, e kena model parë tonë, që kanë që kanë leviz, nuk kemi veç net parë që i në martu, ka qenë dhe parë nesh, që kanë bo kërstatë të fëmijë, që kanë pas jetë begatshme, që kanë pas jetë qetë, kemi pas një era shumë tragjik, du të me shku të xhamia me 2 minore, me folë matë hoxhën, kanë bejt stazon, sepse fëmija i dytë pa plan program, mirë po e një kurban me derë një gjak edhe du të me fëmijë nga barku i nanës.
Pikërisht po du me dalë të, a llogaritet krim fakt heqja e foshnjës? Kjo është krim. Vetë në atë moment që ginekologu apo ginekologja merr përgjegjësinë thotë se në aspektin shëndetësor kështu, ata përgjigjen para Zotit. Në aspektin që del sot djalë dhe vajza dhe nuk kanë drejt sepse ka dalë pa plan program, kjo është krim. Dhe nuk besoj që dikush nga teologët apo dikush që e njeh Zotin pa marrë parasysh çfarë besimi ka, që e merr një drejta që kjo punë lejohet. Sepse në fundi dhuratën nga i madhi Zot. Shumë njerëz që nuk kanë bo ende prind që lusim Zotin përmes këtij mediumi tuaj dhe këtij kanali që Zoti begaton sa më parë, me qëndru me ata një orë dy, kjo dhuratë që ka dhënë Zoti dalin sy plot pikëzimit. Dhe në momentin që dikush ka ardhur në këtë jetë, mundojmë sepse ka plan program. Në rastin që kom pasur në xhami, bashortin punë. Dhe çka ndodhi pa plan program. E ky plan program varet mbi Zotin, do varet pe neve fundi, atim po inshallah Zoti na vedesën kjo prapë themi është mungesë e besimit. Çfarë njeriu duhet të jetë në fakt ai personi i cili e mbyt foshnjën e vet, e hjek prej barku ose sidomos në ngjarja e fundit që ka ndodhur. Kjo që ndodhi padyshim që është krim, po kjo rezultati i asaj që quhet për fat keq prostitucion. Ka që pa shpirt është njeriu? Ku ka më shku? Nëse vajza ka 20 vjet, ku ka më shku me foshnjë? Logjikisht na nuk përshtojmë se po zot falna, ku ka më shku? 20 vjeçare. Bashorti se për kran. Rasti që ka dalë media ka dhe shumë rastë të tjera që ne i dim apo që shteti shumë mirë që ne i dim. Ku ka më shku një vajzë që ka më 20 vjeç? Ka më shku për krahas ka ose një djalë që ka qenë me ta. Dhe padyshim që këtu është frikë respekti ndaj Zotit. Sepse momenti që e di që një punë që është halal e bën, që është haram nuk e bën. Që ka thonë përpara mos shtirnazën e gishtin e huj. E tash ka ardhur deri, është pyetje deri, është katru situata dhe pastaj ka ardhur ku jemi sot. Andaj kjo është lidhur nga fillimi i temës frikë respekti ndaj Zotit. Përgjithësisht që kemi bisu për tona që na ka dhënë Zoti jetën, se jeta është dhuratë. Nuk kemi bën ndonjë mund as unë as ti as kush na përcjell në market jetë. O dhuratë nga i madhi Zot. Robi apo njeriu është ai i cili e praktikon. Ne shfrytëzojmë për të mirë, por ka për veti. E shfrytëzojmë për të keq, por ka për veti. Nuk bën ndonjë dëm të Zotit apo ndonjë dobi që ka bëu punë të mirë apo ka bëu punë të liga, vetëm për veten e vet. Bën për veti shpërblejes. Po do që Zoti fuqi plot kënaqet dhe me të mira. Andaj që kjo është mesazhi më pas shumë kujdes në aspektin me kënd qëndrojmë, me kënd po na rrethojmë, me kënd shkojnë fëmijët tonë, kënd me kanë shoqëri, me kënd jetojnë, çu kalojnë natën, çu kalojnë ditën, që marr dieta që quhet familje. Çfarë familja? Familja është gjëra që e lidh një farafest madh, i lidh dy çifte të reja, e ka një shpërblim nga i madhi Zot, që Zoti na ka jap një kujdes të madh për to. Është e shajt në aspektin tonë njerëzor, është e shtrajt për Allah fuqi plot, është gjëra që besimtar krenohen me ta. Sidomos ajo që quhet nën, ajo që quhet bab, njerëz presin me gëzim, më bë prind. Mundohet të jetë sa më shumë afër tyre, sepse sot ka filluar mosbëndë ose dashuria ndaj prindve, po mbi gjithë është ajo që na bën këtë jetë në shpërblimin e këtë botë në botën tjetër. Kur po flasim hoç tek pjesa e dashurisë së prindve, e kem gjithmonë e flasim tek pjesa e emisionit në fakt. Po flasim atë shumë për dashninë e prindve, po pastaj po e fut edhe pjesën që është zbegje. Kush fajtor këto në përgjithësi? Nëse besojmë atë shumë, nëse gjenerata e re në fakt vim në xhami, falmi, besojmë të paktën veç edhe në Zot, edhe pa u fal. Jemi as njerëz të mirë. Por kur flasim tek veprat nuk po çojmë ato, nuk po jemi ato. Në aspektin fetar, edhe djemë cilët vinë për xhamia nuk besoj që kanë të lashën për internet. Dhe thotë me plot përgjegjësi të madhe. Sidomos me nënën dhe babën. Kurse ata cilët kanë të lashë, janë ata cilët që ne themi ka hyrë dynjoja, po i ka marrë dynjoja përpara. Sepse nuk ja vlen më fal 5 herë në ditë, nuk fol me prindët tonë, sapo Zot. Nuk ja vlen më fal 5 herë në ditë dhe ke largu nga shtëpia jote, apo ke ra nënën apo babën, apo ke lënë me tu veten. Ne shoqatën breqete si dini se kom në Gjakovi kemi 8 nana. Nana që kujdesen për to. Aty edhe 2 mashkull, më thonë 2 baba dhe 6 nana që kujdesen për to. 5 për tyre ndëruni kanë familjar gjallë. Ku them gjallë, jam me pozita në Gjakov. Jam me makinat mira në Gjakov. Jam me kushtet tepër të mira në Gjakov. Ato kujdesen shtellën edhe ata njerëz ban mirë se që i marrin. Mos marrë me tregu emra dhe mbjemra publikisht, se kemi atë drejt.
Po me të vërtet nga njerë meritojmë i bo prafët populli. Pse nuk ja vlerën për një punë vogël me nonën vetëm. Ne nuk e bojmë qirak. Kur them nuk e bojmë qirak, ndoshta 2 mijë shpenzojmë për një plak një vit. 2 mijë të pakta, sepse kemi bamirë sa shumë ka dashur Zoti. Por me medikamente, me pagu drut, me kujdes për shëndetin e saj, kemi të smur, dhe në fund djali vetë në po qëtë të lëviz. Që se s'ma ka dasht nusën. Si kam raportet e mira, ka dasht vllagin që me klija ka vdek, musëm ka dasht. Dhe kjo çdo herë vjen nga mos besimi në Zot aty qofshin fal. Nuk bëhet them që s'besojnë një poshtë zbe, si me di që frikë respekti kombëtarëve ty një kohë të tillë. Është marrë me të paku shit me ta majt nanën dhe ti bën kruka portë e lartë. Në kur dhe vakti pas të 2000 hatë panën e me dalë lëtë krokodil themi në një gjakose ki dash shumë. Andaj ne kërkojmë që ki dashuri që e themi dhe shkruajmë letër ta marrim zemrat tona. Dhe më së miri të tregohet nga rrethi ku jetojmë. Sa e dojmë prin tonë, sa jemi bamirësh ndaj tyre, sa jemi të kujdesshëm ndaj tyre, sa jemi nga ata të cilët i dojmë. Zoti ati qofshin falë në Kur'an për na tregon 2 shkronja of, edhe of që janë krejt gjuhë të botës, që kur zëmë ta kryeni një punë, që themi ta ka shkruar në Google kerrët, kur zëmë të botë emel, çdo 2 shkronja kanë ndaluar me thënë nënës të papës. Pra mundoj me legu nga shtëpia, pra mundoj me ofendu, pra mundoj me mallku, pra mundoj, e këto besimtarë nuk i bën. Që ata falë Zotit besimtarë që kemi, anë në bambodë, që të më gjamia tona, familjarët të të në janë krenar me ta. Edhe ka darë Zoti, sepse aty fundi e bojnë për vetën tonë. E kemi shublimin tonë. Gjeneti ka thonë pejgamberi së ku është, të kam të nanës. Kujdesin ndaj saj, bishyrën ndaj saj, aty kemi gjenetin. Është një pjesë i jetës që ne na vazhdon. Edhe doat e nanës, sidomos, breza trashëguan familjarët një pa dhe mbesa, me ato mirësitë shumëta që i kanë marrë nga doat e nanës. Por mëse bëzë zot mallkimi i nanës me qenë, nuk shë harkuar e familje. Zotër më. Mallkon nona? Nuk mallkon nga qefi i saj për Zot. Unë këtë rasin që e kam një nanë, kam. Edhe kjo nanë, momenti që shku me një shok me një bën një videoklip, kisha dëshirë bën një videoklip se ishin pyetje 3-4 mirë e pyshin për një operacion të saj. Dhe kisha qef atë videoklip me tregu disa shokëve në Belgjik për shkakun, që ta merr një grup kujdesin e saj, pa hoshta kam një vajzë martuar në Gjakov. Edhe vajza është e martuar në fillon familje me emrin. A nuk kam qef me dalë publikisht. Thash nuk kem ka qes publikisht, veç do mi pasi dëshmi. S'po kam qef me aprish ndjenjat dhe vajzës, më thon burri që kush është në jote. Nona nuk mallkon kur, nuk është tipi i tillë, mi po edhe në kësi raste të vështira që 8 vite se ka pa vajzën e vet, që 8 vite kujdeset për qetit për ta, që 8 vite s'ka pas mundësi as me pas e vladin, nipën dhe mbesën. Edhe në këtë moment të vështirë të jetës së saj, që është shumë e smur, po s'po kam qef ta mbarftyrën vajzës sime. Këto e nonat tona, e nonat bojare, nonat shumë simbolike, durimtare, por ne jemi kresat shpejta që bëjmë në vazhimi dopta, dhe ne jemi atë që shpesh e humbim në shpërblimin e këtë botë dhe botën tjetër Zoti na fal. Gjithçka kthehet një ditë. Kthehet se pleshton kanë thonë kur shkojmë me gjyt babën e vet, ka thonë bir jam çdo ku më qytetin, shko pak më lart sepse kjo nuk kushton kohë kjo fjalë, po na kthehet, padyshim na kthehet mirësitë që i bojmë, të mira që i millim ato dhe i korrim. Dhe sidomos është problemi nanës dhe babës, është bërë qeti ma lumja që ka është problem. Transmetohet nga parë tanë që i ka bu një shaj. Një operatori i ka mbet një shaj nga lotët dhe kur kam pyet çka po ndodhet jo, imam ka thonë se mu kanë mbyllur deri xhenetit. Sa kom pas nanën gjallë, kom pas një mirësi të madhe nga i madhe Zot. Unë e kujdesoj për nanën, Zoti kujdesoj për familjen time, unë jep për nanën, Allah më jep mua, dhe thash mu kanë mbyll kjo ditë dëna me gjetë tjetër. Kështu e mosin e respektin dhe kujdesin e nanës. Po përmend edhe këtë pjesë edhe po ndërlina të pjesa e jetimit. Çka do të thotë jetim spari? A mbet edhe nana jetim pa jetim në aspektin tonë fetar është ati që i ka vdek nana. Në djalit apo vajzë që ka vdekur nana. Dhe nana padyshim që jetim nuk merret përdesë ka fëmijë të gjallë, por mos kujdesi ndaj saj padyshim që llogarit jetime. Jetimi është një privilegj i madh. Ne kemi shumë jetima që kujdesin për ta gjatë vitit. Është një privilegj i madh ai i cili merr përsipër kujdesin mbi shyrën ndaj asaj familje. Qofshin 1, 2 apo deri me 5 fëmijë që janë tim. Ajo që është e keqja në thojza që është në qytetin tonë, bese dhe në këtë Kosovën, quhen nënat vetëushqyese, që i bën që bashkëshorti është gjallë. Dhe këtu i kemi shoqata 65 veta, që janë të dana, divorcune, edhe këto pas të kërkojnë ndihmë, për quhen nënat vetëushqyese. Dhe nëse shoqat nuk kemi mundësi të ndërtojnë shtëpia, por të blejnë banesa, sepse ka një kat fort nga bashkëshorti,
Çka janë nda kushtet dhe ta din shumë më mirë se sa ne, nuk është tema e pse dhe qysh. Por te jetimi, kujdesi ndaj tyre është një dhuratë e madhe që merr përsipër. Ka shku një burr te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë dërgoi Allahu, thotë më ka bërë zemra ngurt. Dhe nuk e gjethet vetën që shkanë qenë, diçka ka ndodhur me sistemin tim, ama në këshill, thotë. E thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjeni e tim, jepe një ushqim, një të varfër, jepe pak hanë, një me pesë, një borek, një kifle, jepe diçka të ushqehet. Dhe të njëjtën kohë ledhataja pak flokët. Çdo kimë flokut ta ki sevape. Por më qëndru me dikon që ka humb nanën, apo i ka humb dy prind që kemi në shoqat, i harron këtë të lashtë e kësaj bote. Me një dhimbta qysh i ka të vetat, qysh nuk e thirr papën, qysh shkon vetëm në shkollë, qysh për shembull bollëzohet, qysh ndoshta edhe nënçmohet, me qëndru me dikon që është provu shumë, kemi harruar dhimbjet e tuaja. E largon stresin nga vetvetja. Çfarë ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ne si popull kemi bërë shumë, po them tash pas luftës, shpesh po ndodhin raste të cilat po na ftofin, qysh po na ftofin, po bëhen ftoftë ndaj anëtarëve tonë të familjes. Unë te jetimat të kam njerëz shumë interesant se një familje ndodh që i vdes dhondri. Dhondri i lën këtë rast fëmijët të bashortë. Qohen familja e nusës, gjithçysh hisen që e kalon Ramelia, t'ia trashëgon bashortës, që është motra e saj, bie tyre. Dhe është e drejtë e tyre që të mos met nana, domethënë ata fëmijët tim rrugëve bojnë që mos me ligje, mes ligje deta ta marrin atë drejtën e tyre. Por Zoti bujor është provë, kjo donjë është provë. Pas disa viteve, kësaj familje ju vdes djali. Prap la jetima dhe la nusën e jetima. E njëjta familje që kishte ndodhur më herë që vrapun për t'ia siguruar nanës, bashortës të në këtë rast të ndjerit, bie se tyre tokën dhe shtëpinë, në fakti për këtë familje nuk dhan as tokën që ka bo vetë me djersën e vetë Ramelia sa ka qenë gjallë. Dhe kjo nonë do të vëpë me do në rrugë, me jetimat e saj. Thash kjo është krim veti. Dhe ku t'i pyet familjar, thot, e kena priti për ndjallit 18 vjetë, e nuk dihet çka bën nona, është djersë e saj. A ka fitu bashorti ndjeri, po pse nuk e merr. E këtu të mundohet të një pikë e madhe se momente që martohet i riu dhe e reja, le ta bojnë kurrizimin në kuvendin komunal. Aty ku është zyrë posaçme. Padyshim xhamia ka vendin e vet, rolin e vet, por patjetër më pas një letër dëshmi nga komuna, sepse kjo nanë që met pakul mbi kokë, dhe shumë nana tjera që kam me jetima nuk kanë pas flet martesë. Nuk ka shka bën as shteti, as noteri, as kush ka mundësi me të ndihmu, duhet marrë të shoqata, dhe shoqatat padyshim që jo se po çdo ky ka po zgjidhin, e kemi bler banesën do ta shajnë jetën banesë. Andaj kjo është jeta është provë. Me familjet ka ndodhur dy raste, një ka qenë pozitive, një negative, po jashtë një që ka gjithë vetën e vet, dhe shpesh ne jemi ata të padrejtit. Zoti na fal dhe na udhëzon. Amen. Hoc, po dal edhe në temë, po du me prek në fakt, të borxhet. Borxhet mes personave, mes shokëve, sot merr borxh nuk kthem borxh. Dohet patjetër me thirr telefon për parët tua, nuk ta hap. Jemi na si popull, jemi na këta shqiptarë që dim t'japim, por dim edhe të gënjejmë, dim edhe të mos kthejmë. Ozbe pak ky termi borxhit ozbe, më dhon borxhu savapi ma. Sadaka më dhon llogaritet. Momenti që ke hap diku 100 euro borxh, çdo ditë shkruhet sadaka, themi lemosh të Zotit fuqiplot. Dhe në momentin që ja ke shty me muj, me vite, çdo herë ty të shkruhet problemi i madh të sadaka. Po ajo që është e huaja kur nuk bëhet e jutja. Dhe sot ka hub një farlloj mos të bese, po më të vërtet ka zbe kjo besë dhe njerëzit kanë frikë me borxhe. Ndoshta troket në dyrë tyre, troket, dhe është shumë nevojtar nga sfidët që ka pas më herët, nga telash që ka pas më herët, personin fjalë e ndal veten. Në këtë moment e lën. Kemi shumë raste që vinë për në xhamia, sa kemi botat pikave të mirë borxh, do të marr shpirtin që ku jam. Kush e ka marrë dikush shpirtin që ku jemi. Një po momentin që ke marrë borxh, thot pejgamberi selam, ai që ka marrë borxhin dhe ka bën 1 mila, mi pagu, mi kthy, ta Zoti ka marrë përsipër kthimin e tij. Çep të kuptohet ai ka mi kthy borxhin. Ai që ka marrë thot borxhin, do thot haçi filani ka parë borxh, sumetën parë të mia, ai kursi mundsohet mi kthy borxhin. Dhe kjo është vepra shpërblyesje pas qëllimit që ka thonë pejgamberi i Zotit, andaj i lumja që e borxh
po edhe lume që e këthe burgjin. Mos bëjmë nga ata cilët e ngrisim kokën lartë dhe vjen ditë më keqa, mos po fol vëlla me vëlla, miku me mikun, shoku me shokun për një bë që e ka marrë duke e ditë se ki mundësi me kthy. Unë shpesh çuditën që shko mundësi një me bë qefet e kësaj bote, se fat e kësaj borxhe. E bote dhe të njëjtën kohë ka borxhe shumë. Nuk kometën parë të mia. E kjo besimtari padyshim nuk i përket sepse din që ka ndeshkim, e din që është e padrejtë, e din që Zoti dënon, sepse nuk është djerse jote, është djerse huja. E na mundon të qëndrojmë mes asaj që quhet shpresë dhe mes asaj që quhet frikë. Shpresa që Zoti fuqiplot më na fal, më na mëshiru, më na udhëzu në një punë mirë që kemi bë dhe frika që kemi më dalë para tij dhe kemi më dhënë përgjegjësi për punën që i bëjmë në këtë botë. Po përmend edhe shoqatën Bereqeti, në fakt ki vite, sidomos pjesën e Gjakovës. Çka të ka mësu shoqata Bereqeti? Ty si njeri mas pari. Shoqata Bereqeti na ka mësuar shumë gjëra. Na ka bërë më të fortë. Sepse një ku ti shoh njerëz se si jetojnë, shpesh e harron dhuntit që Zoti ka dhënë atij. Na ka lidhë mes bamirësit dhe nevojtarit. Na ka bërë nga ata cilët jemi si derë e hapur për ta. E kemi dikon tash për momentin 700 sa familje gjatë vitit që mundohen bashkë në bamirësat që kemi biznesit dhe diasporën, poshtë me qenë shoqarit të komunës sonë. Kemi afër tyre. Më të vërtet dhimbje që kanë ato, kërkesat që kanë ata njerëz janë të shumta. Por falë Zotit, deri sot nuk kemi met askujt pa ja kryer porosinë që ka dashur. Tash u bën 10 vite në komunën e Gjakovës. Kemi bën mbi 25 shtëpia banesa dhe na mundu që secili të japim amanetin e vet që don. Kemi shumë nëna me jetima që ka dhënë Zoti ata jetima tash në rrit dhe ato nëna janë fuqizuar pak me punë të veta. Fëmijët janë anësu, dërgojnë tek ne të holla, dërgojnë te ne paku. Kemi tim që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi tim që është mjek në Gjermani, që pash në rrit me ta të sa kohë tash ai vjen e kthen të mirën në mesin ton. Me një fjalë, ne themi sa më shumë kujdesesh ti për ta, më shumë Zoti kujdeset për ty. Edhe kjo është mirësia sepse populli është shumë human, populli është shumë bujar, populli na përkron shumë, jam falendërues ndaj secilit kemi shumë nga ata bamirëse që ende si kemi pa, që na ka mundsuar përmes pasurisë tyre ta kryjmë një amanet, qoftë për blerjen e medikamenteve, qoftë për sigurimin e pakove ushqimore, qoftë për një shrem apo blerjen e banese, që mbar Zoti na bashkon e bashkëmet një atë ti. Hoxh, dhimbja të bën person më dashur tek Zoti edhe ndoshta më dashur edhe tek njerëzit. Dhimbja të forcon më shumë, në aspektin ton të forcon, sepse sprovat e jetës të forcojnë, nëse besimtarët i qëndrueshëm me to, shkon dhe ngritet lart te Zoti fuqiplot, dhe del faqe bardhë vjetën kohë, shpërblehet. Në për këtë botë rrim të shpërblehemi. Po varet nga dhimbja, çfarë dhimbje flasim, ka dhimbje që njëri humb antarin e familjes për diçka caktimi i Zotit fuqiplot dhe këtu do të pajtohemi sepse është ligji i Zotit edhe vdekja dhe jeta. Po ka dhimbje që shpesh po na ndodh që prishin dy shokë të ngushtë dhe një nuk e pret se ndoshta që themi ne thik pas shpinën nga dikush më ta bëu dikush. Dhe kjo dhimbje lën pasojë shumë të mëdha sepse ja ki hap zemrën dikujt, ja ke treguar dikujt një sekret, ja ke treguar dikujt një të mirë që ndoshta as antari i ngushtë i familjes nuk e ka ditë dhe ke prit që prej tij të gjejnë përkraje, gjejnë ndihmë të posaçme, po që ka dalë kundërt dhe kjo është dhimbje e madhe që sot ndoshta një pjesë e rinj son po më shumë se ka prit tradhtohet apo se ka prit na shkalohet apo se ka prit mos i kryet kjo punë nga filoni se ka pas shpresa të mëdha që aty ka deri në hapur. A të vret ego? Të vret padyshim. Dhe hi vetja në qef është gjuna i madh. Pejgamberi nga thonë keni kujdes nga 3 gjëra që janë shkatruese në ndër toka ceke dhe kur njëri ti vetja në qef, i duket që është dikushi. Dhe ne shpesh punë që i bëjmë mundohem që Zoti t'i kënaqur me to. Se padyshim krijesat sa më shumë bën për to, kapi tyre që ndoshta si më kënaqur. Dhe kjo është mesazhi hyjnor, Zotin mundohet ta kënaqësh krijuesin e jo krijesat. Sepse baba si baba në familjen e vet që ka 3-4 fëmijë, në një bytën me vet, ku më thonë se më ka qenë kur më baba. Mos më ka dhënë baba kur. Le më marr me punë të shumta, parsimtari kujdestar, apo pronarin e punë, apo në shoqat, padyshim që më pas njerëz që më qenë të tillë, po na më vërtetë në Zotin, do kol kokën të poshtë, sepse kjo fundi është përgjithësi mbi supët tona kemi marrë vet, na ka besuar dikush dhe jemi ata që mundohen të takojmë amanetin në vendin e duhur.
Erdhëm tek fundi fakt i bisedës, zakonisht ja u bëj pyetje musafirëve që i kam në emision, çka mësove prej kësaj bisede? Çka mësova për kësaj bisede? Ty Allah e shpëlef për kohën që na ka dhënë mundësinë. Mësimet që merr njëri kujton punët e veta që i ka bë. Dhe pa ato punë besim me na shpërbly Zoti. Pa ato punë që kemi lënë ngecje, kemi pas gabime, se padyshim që jemi gabimtarë. Dhe ato të na falë, na mëshiron e na vëdëson krahas kësaj. Hoxha, edhe një pyetje të fundit, çush i ke raportet me familjen, me bashkëshorten atë? Mirë ka dorë Zoti, i kam krah djathtë, edhe bashkëshorten edhe fëmijët i kam krah djathtë, më kuptojnë, i kam met në hak, edhe i kam hin hak si bashkëshortes, si nanës dhe babas, po dhe si xhami që jam si imam, se nuk qëndroj shumë afër tyre, duke ditë punë që kemi nga shoqata me popullatën jashtë, po e falenderoj për krahën që më japin secili për tyre. Inshallah në krenar me punën që bëjnë fundi baba dhe bashkëshortit ty në tarme. E mban mend kur ke qenë edhe më i ri edhe tash si gjithmonë ta ka thonë edhe babai, në fakt edhe bashkëshortja, përgjithësi prind. Prind e kam pas një fjalë sepse kemi qenë energjik, po themi ne, shakaxhiku na kon vëxhel, inshallah bosh i bëre qetshëm. Edhe interesant, ky bëre qeti ka shumë begati të veta. Tash edhe vati u bëna shoqata bëre qeti, e bënë emrin e saj. Mirë po, e na mundu që t'jetojmë bashkë me ata në ato kohë shumë të vështira që kemi sot këtë komoditet. Dhe ajo doa aty në ka vazhdu ka dorë Zoti. Dhe Zoti doa më të mirë shka, sepse edhe Zoti në Kur'an tregon për burrat të mëdhenj që i ka lutur Zoti me bën bereqetshëm kudo që jetoj. Fjalë që flet njëri, shoqin që jeton me ta, koma që ecë, domethënë shiqimin që vazhdon, shkrimet që i shkruan me qenë bereqetshëm, me qenë kosh me të bollata, me qenë tomla, me qenë të mira që ata më pasin për të mirë për ne. Po, faleminderit shumë të Zoti bashkë me familjen. Faleminderit për ti, inshallah Zoti ato që kemi qellu Zoti na shpëlben. Ata që na shikojnë, ndarë Zoti do rikënaqen me ne, inshallah shihen çdo gëzim. Faleminderit. Shpresojmë hoq, shpresojmë. Pra shikues dashur, unë pa dyshim falenderoj dy bashkëpunëtorët e mi, Erevens Films, që pa to në fakt nuk kisha mujt me bë hapa tek me po jo, edhe mu edhe hoxhin në fakt, edhe të tjerë që i kemi realizu edhe on set music. Kështu që falenderit gjithve, gjithmonë e përmbyllim me një fjalë, thjesht njeri i mirë duhet vetëm një gjë, thjesht besoj e Zotin. Ta besosh Zotin, pastaj të tjerat vinë edhe patjetër që do jesh edhe person edhe njeri i mirë t'ju ndihmosh të tjerëve. Kështu që i ruajt Zoti çdo hap tjetës, deri javën tjetër, mirëmbëjtje. Edhe Bajrami hoq po na vjen. Po, kismet. Kështu që shpëzojmë po, që s'keni emision tjetër shpëzojmë t'ju kujtojnë që Kurban Bajrami vjen, është festë që duhet besimtarit ta prejnë kurbanin. Një amanet që duhet për hir të Zotit ta bënë, kemi një herë në vit, edhe pse çmimi padyshim është pak më i lartë, kushtet ndoshta janë pak më dobta, po duhet të jemi nga ata që këtë amanet Zoti kur lyp ta derdhin gjakën, se te Zoti nuk mrin as gjaki, as mishi, po mrin devotshmëria dhe amanetin që e bëjmë për ta shpërndajmë te nevojtar, një pjesë ta marrim për veti. Me të shpërblejnë dhe me të padyshim që rrugën ka shumë taksiate që i ka një në këtë jetë.